Komisioni Regulator për Energjetik njoftoi se nga sonte do të hyjnë në fuqi çmimet e reja të derivateve të naftës, me rritje të theksuar veçanërisht te dizeli. Vendimi vjen në një periudhë kur tregjet ndërkombëtare të energjisë po përballen me luhatje të vazhdueshme, të nxitura nga tensione gjeopolitike në lindjen e mesme dhe pasiguria për furnizimin me naftë, çka ka ndikuar drejt për drejt edhe në rritjen e çmimeve në vend. Në mesnatën e sotme, çmimet e karburanteve do të rriten mesatarisht për 3.59%, çmimet e benzinave do të rriten për 1.5 denar për litër, kështu që 1 litër Euro Super 95 do të shitet me çmim prej 87 denar, ndërsa 1 litër Euro Super 98 do të kushtoj 89 denar. Çmimi i dizelit do të rritet dukshëm më shumë, përkatësisht për 5.5 denar. Me rritjen e re 1 litër Euro dizel do të shitet me çmim prej 88 denar. Çmimi i vajit ekstra të lehtë rritet për 4.5 denar për litër dhe nga mesnata do të shitet për 86 denar për litër. Rritja e re e çmimeve pritet të reflektohet edhe në koston e transportit dhe të produkteve të përditshme, duke shtuar barën financiare për qytetarët. Shumë prej tyre vlerësojnë se çmimet e karburanteve nuk përputhen me standardin e jetesës dhe nivelin e pagave në vend, ndërsa çdo shtrejtim i ri ndikon drejt për drejt në buxhetin familjar dhe rrit koston e jetesës.